Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrinj, ja ku po ritakohemi sërish së bashku me mua Tirona Lilin për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua të ndaloj tek Brikena. Brikena në Instagramin e saj është jashtëzakonisht aktive. Ajo poston foto të ndryshme, poston momente të bukura nga Top Arena, por publiku siç duket është kureshtar që ta shoh më shumë, që të di më shumë për Brikenën, që të mësoj më shumë për Brikenën dhe që ta shijoj sa më shumë momentin me Brikenën. Tani ka patur mendime të ndryshme, në fakt më kanë kërkuar edhe mua që të jap mendimin tim rreth rolit të Brikenës si moderatore, rreth statusit të Brikenës, rreth formës se si Brikena po e shijon dhe po e jeton në fakt këtë moment. Unë them që Brikena është jashtëzakonisht e duhura, ka shumë që nuk do të jenë dakord me mendimin tim, por unë mendoj që Brikena është e duhura dhe më e merituara për ta luajtur rolin e moderatores. Në fillim, në fakt kam qenë skeptik, sepse të moderosh live dhe të moderosh me xhirim është krejtësisht ndryshe. Live, ajo që flitet, ajo që raportohet, ajo mbetet, ndërsa me xhirim është krejtësisht gjë tjetër. Në xhirim mund të bësh editime, mund të vesh atë që do ti, mund të heqësh atë që do ti, domethënë ka shumë mënyra për të bërë këto lloj lëvizjet në fakt, dhe unë shoh një Brikena të gatshme për ta jetuar të gjithë këtë eksperiencë, gati për ta shijuar të gjithë këtë çast dhe në formë për të qenë në qendër të vëmendjes dhe për të komentuar, sepse nuk është e lehtë të marrësh edhe peshën e gjithë kësaj fame që ka Brikena. Është një peshë shumë e rëndë, le të themi, është edhe nga ato peshat që janë jashtëzakonisht të rrezikshme. Tani, apo e përballon Brikena bukur këtë gjë? Unë mendoj që Brikena është në momentet e bukura të saj të famës, po e shijon famën, edhe pse ndonjëherë ka siklete, ndonjëherë ka strese, ndonjëherë ka, domethënë, presione të jashtëzakonshme, por gjithsesi Brikena dihet që të jetë e lumtur dhe dihet që ta menaxhon këtë gjë. Unë mendoj që Brikena është gati që Top Channel t'i besoj një moderim apo një emision edhe më gjigant, edhe më të madh, edhe më komfort, edhe më të bukur, edhe më dinjitos, dhe mendoj që Brikenën do ta bën që të jetë në qendër të vëmendjes dhe të jetë e dashur dhe e duartrokitur nga të gjithë. Mua më pëlqen Brikena si moderatore dhe mendoj që ka një ndryshim të jashtëzakonshëm që nga dita A deri në ditën ku Brikena ka arritur. Mendoj që është okay për rrugën që ka zgjedhur dhe atë që në fakt Brikena pretendon që të bëhet. Mua më pëlqen qasja që Brikena po mban me publikun. Nga Brikena do kalojmë tek Egli Tako, artistja që në fakt na ka bërë për vete këto ditët e fundit. Dua të komentoj pak këngën Gabimet, një këngë që në fakt u prit jashtëzakonisht mirë nga publiku. Egli Tako për vetëm një ditë ka arritur që të merr një vëmendje goxha të mirë, domethënë kënga Gabimet ka arritur të shkojë 101.000 klikime. Nuk janë pak klikime për një këngë, tash sezoni veror ndikon, sidomos edhe muaji korriku ndikon, të gjithë njerëzit janë me pushime. Egli Tako ka vendosur që të jetë në fokus, të sjellë një këngë që realisht klipi është i punuar me shumë detaje, domethënë klipi ka shumë detaje brenda, dhe ky klip tregon që është një klip shumë serioz dhe shumë profesional, domethënë një klip i punuar me shumë dashuri. Tekstin e ka shkruar vet Egli, muzikën e ka bërë Angelo Koçi, domethënë një artist që Egli ka patur edhe bashkëpunimin e saj, një bashkëpunim që në fakt u prit me shumë dashuri, ndërsa muzika dhe biti është punuar edhe nga Apollo Producer, domethënë është një mix i bukur që Egli ka përzgjedhur që të sjellën në këngën e saj. Kënga mban disa rryma tropikale, ashtu siç jemi në stinën ku ne jetojmë, domethënë ka këtë stilin pak si arabik, mund ta themi, në veshje, janë këto stilet e bukura me perde të bardha, me çarçaf joshës edhe tërheqës, nënkupton që Egli është në qendër të vëmendjes dhe po e shijon momentin. Unë uroj Egli të gjitha të mirat dhe besoj që kjo këngë të jetë kënga më e bukur që ka sjellë deri më tani. Është një këngë që mban shumë emocion brenda dhe mendoj që Egli e meriton.